Jemi këthyr në pjesën e dytë të Kiks Kosovës dhe jemi duke diskutuar ato të cilën kemi publikuar natën e mbrëmshme ku kemi treguar se si disa grupe korridori dhe bunkeri që funksionojnë në pjesën veriore të Kosovës, normalisht të organizuar nga serbët, kanë publikuar të dhëna personale të policëve, pjesëtarëve të AKI-s, gazetarëve, por edhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj sot kam në studio kryetare Sugujeva Dërmaku, e cila është komisionere për privatësi dhe informim. Zonja Sugujeva Dërmaku, mirë se jepe. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se gjeta. Nuk di nëse keni arrit me po ato të cilën e kemi prezentuar mbram, sa është cënu siguria e zyrtarëve policor, të AKI-s, por edhe të qytetarëve të Republikës Kosovës? Dihet që mbrojtja e privatësisë e dhënave personale ndërlidhet ngushtë me sigurinë e vendit. Edhe në fakt, nga prizmi i sigurisë së vendit, po, kemi cënim apo tentim të cënimit të sigurisë së vendit. Ndërsa për sa i përket ligjit dhe zbatimit apo mënyrës mbikëqyrjes së ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, parimeve që i ka ky ligj, ta kemi parasysh që ligji në radhë të parë, parimin e parë ka parimin e ligjshmërisë. Dhe tani çdo publikim që bëhet pa pëlqimin e subjektit dhe pa bazë ligjore, në parim është i paligjshëm. Mirë, po kur jemi tek zyrtarët publik, derisa kemi këtë drejtë, që është e drejtë jona kushtetuese, drejta privatësisë, është një drejtë e cila në rastet të njëjta nuk zbatohet njësoj për faktin që kemi interesin e publikut dhe figurat publike gjithherë kanë një privatësi më të kufizuar. Mirë po në rastin e zyrtarëve policor, gazetarëve, mund të themi që ata edhe ashtu janë publik. Janë zyrtarë policor, janë zyrtarë shtetëror, edhe gazetarët janë figura publike të cilët mund t'i gjesh shumë letë në internet, kudo në lajme, edhe fotografitë e tyre dhe keqpërdorimi i tyre pastaj përbën shkeljet e privatësisë. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me keqpërdorim të këtyre fotografive, këtyre informatave që tashmë veç janë publike. Për nga aspekti i sigurisë, për atë sa më lejo të thëmë brenda autorizimeve ligjore, interneti sot, inteligjenca artificiale që tashmë është në jetën tonë, normalisht që e ka mundësu këtë përhapjen e shpejt, dezinformimin, mundësin për linqim, mundësin për bullizim, mundësin për t'i servu qytetarve, qofshin brenda territorit, qofshin edhe jashtë territorit, sepse ky interneti sot, sado që është një hapësirë e ligjshme, ka ligj, nuk është një hapësirë që nuk rregullohet. Megjithatë, mundësia është e shpërndarjes së këtyre lajmeve, këtyre keqpërdorimeve të mundshme që mund të bënë me figura të ndryshme, qofshin edhe këto publike që janë, është shumë e madhe dhe është nuk një kufi. Prandaj ne në aspektin e rregullimit kësaj duhet të jemi të kujdesshëm me atë se si po i mbrojmë të dhënat në përgjithësi të qytetarëve tonë që të mos i shërbejmë këtyre individëve keqbërës e sidomos këtyre grupeve kriminale që veprojnë në veri të vendit, po edhe mbranda territorit Kosovës, që gjejnë hapësirë të veprojnë, t'i ndalojmë ata e mbranda kornizës sonë. Kemi të drejtën vetëm të mbikëqyrjes, lajmërimit dhe trajtimit dhe informimit, ndërsa në momentin kur kjo tashmë është një veprim që përmban edhe elementet veprës penale, normalisht që këto duhet të trajtohen nga institucionet e sigurisë. Po flasim për pjesën veriore të Kosovës, ku institucionet e Kosovës thonë që është rria autoriteti atje, por po më intereson të di nëse ju si agjenci keni marrë informacione nga kjo pjesë e Kosovës për shkeljet privatësisë, për çfarë do informacione që mund të vi, siç vijnë baza ditore nga pjesë të tjera të Kosovës. Në fakt ne kemi bashkëpunime me dy OJQ që veprojnë atje. Bashkëpunimet kryesisht e kanë qëllimin e ndërgjegjësimit. Ne gjitha produktet edukuese, ndërgjegjësuese që i bëjmë edhe në gjuhën serbe dhe shpërndohen atje përmes mjeteve që i kanë këto dy organizata. Kemi edhe individ të caktuar që janë të komunitetit shqiptar, por që veprojnë atje në kuptimin jetojnë në lagjen e bosnjakëve dhe që në vazhdimsi na informojnë për mundësitë e shkeljes së të dhënave personale, rastet të cilat i kemi trajtuar, po që asnjëherë nuk kemi pasur ankesë nga një qytetar, nga ajo pjesë që jo shkel privatësia. Gjithsesi, ajo që ka vlen të theksohet është që kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me policinë e Kosovës, kemi vepruar disa herë në rastet e vendosjes së kamerave në veri të vendit, ku kemi kryer disa operacione të përbashkëta me policinë e Kosovës,
dhe të cilat kanë rezultu të suksesshme, janë konfisku kamerat të cilat nuk është ditë se cili është kontroluesi dhe kjo është autorizimi jonë ligjor. Mirë po, diçka më konkrete tjetër nuk kemi arrit të bëjmë, duke pas parasysh se edhe mundësia, apo si të themi, edhe vetë kjo mbrojtja të dhënave personale, si e drejte jona, që ne du të shfrytëzojmë si qytetar, ende nuk ka arrit në nivelin e kënaqshëm të ndërgjegjësimit në tërë vendin, po flas jo vetëm në veri. Ju thatë që keni pas një aksion në policinë e Kosovës pikërisht për vendosjen e kamerave, dhe ne kemi parë që në këto grupe ka kamera në pjesë të ndryshme të qytetit, për shkak se janë fotografuar njerëz. Në mesin e tyre nga qenë edhe ekipi i Kiksit që është fotografuar. Ka qenë aksioni këto kohë të fundit apo ka qenë më herët, sepse po duhet bëj një lidhje? Absolutisht që nga viti 2022 kemi fillu këtë bashkëpunim, kemi, si me thënë, bashkëpunimet kopaskoshme, varësisht se si identifikohen nga ana Policisë Kosovës dhe neve në thrasin për qëllimin e kryerjes së punës tonë, por ndryshe nuk mund të them se kemi pas këtë pjesën e fundit të vitit, nuk kemi pas këtë kohën e fundit, domethënë nështë ta mund të them 6 mujorin e fundit, por është bën një aksion 2-3, ashtu siç na është kërkuar nga Policia e Kosovës me bashkëpunimin që e kemi. Dhe tash ta kemi parasysh që vendosja e kamerave shumë e lehtë bëhet, ti heq, i konfiskon, mundësia është me u vendos prapë. Domethënë, një monitorim i vazhdueshëm nuk është i lehtë bëhet. Dhe edhe nëse bëhet nga organet e sigurisë atje. Në përgjithësi, sa i përket ju e thatë përmendet vetë që çështja e internetit ka sjell këtë shkeljen e privatësisë, shkeljen e të drejtës, ndoshta edhe të njerëzve të cilët nuk duan që privatësia e tyre të bëhet publike, e sidomos se funksionimi i këtyre grupeve që është në Telegram dhe që thuhet që është vështirë i gjërmueshëm, edhe pse është vërtetuar që mund gjërmohen. A ka raste, jo vetëm veri, po edhe në territoret, në pjesë të tjera të Kosovës, që ka lajmërime pikërisht ose që vinë raportojnë në agjenci që shkel privatësia duke u publikuar qoftë fotot, qoftë numrat personal në grupet e tilla? Po, kemi pas raste, kemi trajtuar raste të tilla, kur është brenda kësaj kompetencës tona, autorizimeve tona në nivelin administrativ, ne i trajtojmë raste të tilla, nëse kjo t'i kalon autorizimet tona, do më thënë gjatë qyrtimit gjejmë se ka elementet veprës penale, ne ato i përcjellim Policisë të Kosovës. Dhe normalisht është një bashkëpunim me policinë, deri më tani mund të them se kemi pas 3-4 raste, të njëjtat ne i kemi dërguar në Policinë e Kosovës, janë trajtu, ka qenë edhe rasti Alkin Kisrit, kështu që ka pas një përfundim me cilin na edhe njoftohemi zyrtarisht pastaj pe policisë, edhe kryesisht kemi keqpërdorime që bën në emër të dikujt nga grupet caktuar, nga këta kriminalët kibernetik, edhe që neve na drejtohen pastaj me ankesa, në raste të tilla ne përveç këshillave që mund t'i ofrojmë se si duhet veprohen dhe si duhet të lajmërohet një keqpërdorim i llogarisë së cilës do platformë sociale, atëherë nuk kemi kompetenca të tjera për shkak se ndërlidhja jonë në nivelin administrativ me këto kompanitë e mëdha të Metës, Facebookut, domethënë nuk është e vendosur zyrtarisht. Edhe me TikTokun dihet që ka kohë që na punojmë me ta, mirë po e bëjmë vetëm në baza vullnetare, jo në baza zyrtare. A mund të bëjmë diçka, më thonë, a mund të rregullojmë ndonjë direktivë ose diçka që të keni lidhje direkte, jo me rrjetet sociale, jo të shkohet gjithmonë përmes Policisë Kosovës? Nuk, me këtë ligj që kemi në fuqi normalisht që ne nuk mund të bëjmë diçka më shumë, po dhe nëse marrim edhe praktikat evropiane, sepse ligjin e kemi një ligj evropian, edhe nuk është se ka autorizime më të mëdha autoriteti si puna jonë, i mbrojtjes dhënave. Kështu që edhe në vende tjera, edhe në vende evropiane është ky bashkëpunimi që bëhet me policinë, po ajo që ka neve na mungon është domeni i Kosovës, zyrtar, i shtetit tonë, e që dihet se është problem politik i cili duhet të zgjedhet në rrugë të tjera dhe ne nuk kemi mundësi ta zgjedhim si institucion. Kur flasim për shkeljen e privatësisë, okej, pjesa e parë ishte për grupet kriminale që janë në veri të Kosovës, por ajo që ata të cilët ndoshta e kanë problemin më të madh të shkeljes së privatësisë ose publikimit të fotografive të tyre, mund të them që kohëve të fundit është shpeshtuar tek të miturit. Sa arrini ose a keni bashkëpunim me shkolla që të paktën fëmia me u vedisu, me kuptu adoleshentët që si duhet ta ruajnë veten të mos binë pre e cili do keqpërdorues, qoftë për fotografi, qoftë për të dhëna tjera? E përmenda ju rastësisht se ndërgjegjësimi në përgjithësi shoqënisë tonë për sa i përket mbrojtjes privatësisë është
në nivel jo të shumë të kënaqshëm. Me fëmijët kemi pas projekte të ndryshme, të vogla, po që nuk kanë nxjerrë ndonjë rezultat që e shef ndryshimin, sepse sot interneti, teknologjia, zhvillimi i saj, inteligjenca artificiale, gjitha këto e kanë bërë që jeta të jetë shumë dinamike dhe njëkohësisht ta jetojmë këtë botën virtuale pa e mendu se çka po plasojmë në internet. Edhe fëmijët normalisht janë shumë të prirur edhe për këtë qëllim, derisa jemi në javën e aktiviteteve për të shënuar ditën ndërkombëtare të mbrojtjes së të dhënave që është nesër data 28 janar. Ne fushatën si vjetë kemi adresu kryesisht me fëmijët. Për herë të parë në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ne kemi arritur që nesër në gjitha shkollat në 10 minutën e parë të plasohen, shohen disa video ndërgjegjësuese të shpërndahen edhe informacionet të cilat i kemi shpërndar tashmë në gjitha dekat të shkollat në tërë territorin e Kosovës, edhe personalisht me ekipet e agjensisë, po edhe me pjesëmarrjen e kryetarëve kemi dalë nëpër komuna të Kosovës dhe jemi duke mbajtur ligjërata për ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe rrezikun që kanë fëmijët nëse ata plasojnë informatat e tyre personale, të dhënat e tyre personale në internet hapun. Tani, aty dhe mund të them dje, sot gjatë takimit me fëmijët në shkollat të ndryshme, në komunat ndryshme të Kosovës, e kam pas saksisht se ku jemi. Do me thënë, fëmijët e din shumë mirë se si duhet veprojnë në internet, në kuptimin se çka duhet kërkojnë, çka kanë interes, qofshin për shërbimet që dojnë mi marrë përmes internetit, qofshin për lojrat që dojnë mi lujt, po nuk e kanë shumë të njohur rrezikun që mund të vijë nga veprimet që ata i bëjnë në internet. Pra ndaj edhe kjo fushat është adresu që t'ju bëjnë thirrje në radhë të parë prindërve që t'i mbikëqyrin aktivitetet e fëmijëve të tyre në internet të hapun, edhe e dyta të bashkëbisedojmë me fëmijët, t'ju japim ato video që ata t'i ndëgjojnë, t'i shohin, t'jenë më atraktive për ta, që aty në t'ju mbetet diçka në kokë, në mënyrë që ta kuptojnë që këtë botën reale që jemi duke e bërë sot, njëkohësisht në botën virtuale që jemi duke i bërë veprimet, ashtu sikurse në botën reale që na ekzistojnë grupet e caktuara, sikur që e përmendëm, që kanë qëllime të caktuara kriminale dhe thjesht jo vetëm bullizimin, linqimin, po që çojnë deri te vrasjet, vetvrasjet, njëjtë veprojnë edhe grupet kriminale në botën virtuale që është interneti, platformat që i përdorim, shërbimet që i përdorim në internet, nëse ne nuk dim se si të mbrohemi dhe masat që duhet të ndërmarrim paraprakisht në përdorimin e internetit. Prandaj kjo është edhe fushata jonë me moton privatësia nis me ty. E kemi quajtur si ora e privatësisë këto ligjërata që jemi duke i mbajt, apo këto njoftime që jemi duke i bërë. Dhe besoj që nesër do të ketë një ndikim të madh me që do të flitet në gjitha shkollat, në gjitha klasat për këtë temë. Megjithatë, sa i përket privatësisë, thënë të drejtë funksioner, nuk është që edhe ne të rriturit dim aq shumë se ku duhet ndalim të publikojmë qoftë edhe fotografitë e fëmijëve apo çka do qoftë, edhe nuk e dim rrezikun që na vjen pikërisht nga interneti, duke përfshirë edhe grupet pedofilëve, të pornografisë së fëmijëve dhe gjithçka tjetër. A ka raste që janë lajmëruar ose që ka pasur prind që fotografia e fëmijës të tij është keq përdorur, apo edhe organizata që kanë lajmëruar veprimtari të tilla të jashtëligjshme që personat keqbërës i kanë bërë në Kosovë? Në fakt, ne kemi pas ankesa, po edhe sinjalizime për publikim të dhënave të fëmijëve nga kontrollues ndryshëm në Kosovë, publik-privat, po jo për keqpërdorime të tilla. Po ato që ne vazhdimisht e kemi bërë thirrje është që në momentin që fëmijëve ju vjen një mesazh i shkruar dikush brenda lojës që e bojnë, apo çfarëdo veprimi tjetër, shërbimi që kryejnë në internet, ata duhet ta lajmërojnë prindin. Dhe prindi atëherë ka obligim, kryesisht prindërit nuk janë të prirur që t'i tregojnë se fëmijët në internet janë atakuar. Ende nuk e kanë marrë se ende se kuptojnë ndoshta. Absolutisht, unë mendoj që pikërisht është kjo mos informimi për rrezikun që mund ta ketë fëmia. Ta keni parasysh që e kam përmend disa herë, vazhdoj ta përmend lojrat që servohen në internet sot, edhe sidomos ato që janë pa pagesë. Ato rrinë të marrin edhe mimikat e ftyrës së fëmijëve, po edhe gjestet që fëmijët mund t'i bëjnë gjatë lojës. Dhe të profilizojnë fëmijët tanë
që unë e kam thënë para 3 vjetëve, vazhdojmë ta them që t'ju shërbej nesër atyre kriminalve kibernetik apo interesave të mdhaja, të kompanive të mdhaja që të jenë robotët e së ardhmës fëmijët tonë. Sepse ajo që ne duhet ta kuptojmë absolutisht është e frikshme nëse ne nuk dinë të sillemi, sepse nuk është e frikshme epoka që po na prat, dhe të cilën kemi hi. Domethënë, përdorimi i internetit, inteligjenca artificiale, këto janë shumë të mirë të ardhuna sepse po na letojnë jetën. Në anën tjetër e frikshme është vetëm kur ne nuk dimë si të sillemi. Sepse është një sistem i ri jetësor që ne duhet paraprakisht të mësohemi. Prandaj është thirrja jone vazhdueshme që sa ma pak dhana, të pyesni sa ma shumë pse duhen dhana, domethënë na sot kemi platforma që janë thjesht për me kry një shërbim shumë të thjesht, na kërkohen qatë shumë të dhana që janë të panevojshme për me arrit qëllimin për çka ne e përdorim platformën për shërbimin që dojmë e marr. Edhe nis prej kësaj të thjeshtës e deri te ajo që ne i fillojmë, hulumtojmë internet, tani janë këta agjentët që po ta jep mundësinë me i kriju AI, inteligjenca artificiale. Gjitha këto janë të mirë se ardhura në përdorimin e saj, por ne duhet të dimë kujt po ja japim ato, të lexojmë më shumë se kush është mbrapa, kush është ai ofruesi që atij shërbimi, në mënyrë që nesër edhe në qoftë se mund të keq përdoret ta dim adresën. Ta dim ku ta bëjmë. Ekzistojnë që në këto tu nis prej platformave që janë për blerje online, personalisht kam hulumtu dhe kam gjetë që një ofruesi shërbimeve online për blerje të rrobave për gra, del se e ka, domethënë, ofruesi i shërbimit është nga Leskovci i Serbisë. Domethënë, edhe kjo mundësia që këta operatorët, këta ofrues të shërbimeve të internetit te ky shteti jonë fëqi, po që është armik i joni dhe që normalisht mund të rrezikoj dhe rrezikon vazhdimsi jetën e qytetarëve tonë përmes ofrimit të këtyre shërbimeve, është hapësirë shumë e madhe për të vepruar, nëse ne nuk jemi të ndërgjegjshëm. Prandaj vazhdojmë mbetë me moton që privatësia fillon nga ne dhe ne duhet të kujdesemi për atë dhe në momentin që secili qytetar, qoftë për veten, qoftë për fëmijën e vet, gjen që ose ka dyshime se po i shkelet privatësia apo po i mirën dhana, atëherë ata e kanë një adresë, Agjencinë për Informim e Privatësi, që në çfarëdo kohe na kontaktojnë dhe ne normalisht mbi bazën e autorizimeve tona ligjore veprojmë. Faleminderit shumë zonja Sogojeva për të gjitha këto të cilat i ndave me neve dhe normalisht që edhe unë do të përfundoja këtu emisionin me moton e juaj që privatësia nis nga ne, kemi kujdes për çdo gjë që postojmë në rrjetet sociale. Natën e mirë dhe shihem në një tjetër episod.